ndryshon as mbrana 24 orëve jo mendimet e tina dhe vendimet e tij, po që e kena një diasporë me numër të madh, edhe dëshmitari kësaj janë fluturimet e nëntë shkurtit, do të thonë numri i madh i tënëve që kanë ardhur dhe kanë votuar vetëvendos, nuk po flas për ato me poste që kanë ardhur, po flas fizikisht që janë kanë këto, atëherë kjo është, do të thonë, për parti tjera një rrezik. Po gjajmë. Më 10% më pak se sa në zgjedhjet e vitit 2021. 8% më pak. 8%. Unë jam i sigurt që të shkojmë kur shkojmë skalive ka rreth gosht, edhe 5% më pak i ka. Në mënyrë racionale do të më kuptu ky sens, 8% më pak prej zgjedhjeve të fundit me një mandat 4 vjeçar të pas suksesshëm, pa investime kapitale, të sankcionuar nga Bashkimi Evropian, sankcionuar nga SBA-t, etj. Nuk do të thotë që vetëvendosi i ka humbur zgjedhjet. A më ka filluar me marrë të pozjen, ka filluar pak me flasim realitetin. Po, që një ramje ka ekzistuar, besoj që ai 8% është vota e vjosa së Visar, a ka mujt me kriju një presion, po mendoj një presion publik, kjo kriza e kuvendit, edhe që qytetarët me pas një fare revolte. Si ka ndikuar dhe të jeta qytetarëve kjo pjesa? Në aspektin na probleme ekonomike kemë, si me qeveri, si pa qeveri, problemet ekonomike i kena këto, që ka shkaktu probleme sociale, shtesë, që ka shkaktu në aspektin psiqik, i ka ngarku njerëzit hala ma shumë, kjo është e dishme. Po sa din me këthy qytetarin favor të vetin, mas nej, kjo më vartë edhe nga opozita, nga forma se qysh paraqitet opozita, qëfar platforme bjen opozita, se na peshom që këta jenë të i përmen takimet, jenë të i përmen ftesat, jenë të i përmen seancat, ligjet, edhe ta në kohën jenë të pru një farë presioni që hej, na jena të bo diqka, po ata tjerë nuk jenë të dashme bo kur gjo. Në këtë formë më besoj që të marë parasysh një pjesë të madhe qytetarëve, po flasë jashtë në qyteteve të mdhaja, e shojnë mas ne opozitën si problemin kryesore, jo fakt, problemin faktik. A përdorët për bonusa politik si prej pozitës, si prej opozitës? Shko, vetëvendosja e ka këshun gjenet e tëne viktimizimin. Edhe të marë parasysh këtë fakt, edhe gjithë këto tendencat që i kanë bo ata, stomos me LDK-n, pra kanë me tentu në një farë forme që këto mi shfrydzu mas nej, medalje dhe me bo thjerë qytetarëve se na jena ma të mirët, na kena tentu, na kena pos ofertat, na kena shkuat ty në ndjerë, po ata nuk kanë doshtë. Po nuk mone të fitove, zot, një qapo do ma shumë, ti apet me fitu që shtu jetë. Pa i thët ju mi keni dhonë veç 48 deputet, am një prap 61 mu personalisht. Jo, para këso, i rejlypi 60, po nuk i mur. Jo, unë menoj në rysh, unë menoj që dikun atëhere 8-15% ma posh kamera. Se kanë kuptuar shtetarë, një më kontakt çdo ditë me diaspore, me miqe, me shoke, që kanë qitë push për Albin Kurtin. Sot nuk dojnë mjau përmen emnin, lebe dojnë se dhe kjo majzisat atyrë. Unë po shpresoj. Kush është të një në këtë vend? Që ku keni njërin e mirë. Xhemal Hasani. Nderim, sa mendon që kanë ndiku të jeta e qytetarëve kjo në gërsh politik tek mos formimi i qeverisë, mos konstituimi i kuvendit? Pa dyshim që ndikon, është absurde me mendu që nuk